Do që ta shpërndash nga modestia, po unë e di që je ndër më të vetme dhe më të rrallat në fakt që e ke këtë cilësi. Por meqense ti ja jep dhurat Zotit këtë, do flasim edhe për një dhuratë tjetër që është bukuria jote e jashtëzakonshme. Një nga këngëtarët më të bukura dhe më të ëmbla, e cila veçanërisht në kohën e diktaturës, kur edhe shumë pak grimoheshin artistët, ti nuk ishe nevojë për asgjë, ishe e bukur kur dile direkt nga dushi. Po tani ngjava të dy prindërve. E kam pasur edhe babain edhe nënën, i kam pasur të bukur. Normal dhe ne fëmijët do dilim pak. Kishe edhe motra dhe vëllezër? Jo, motor nuk kam vetëm 2 vëllezër. Mua më bëhet shumë qefi për këtë dhe besoj se këtë bukurinë tënde ti e ke trashëguar edhe tek vajza jote, pasi ke një vajzë të rritur dhe një djalë. Po, tek të dy. Të dy janë shumë të bukur. Dhe ndërkohë je bërë edhe gjyshe. Po, gjyshe kam 32 vjetë që jam bërë për herë të parë. Ke 4 nipër? 3 nipër. 2 djemë të vajzës, 1 djalë të djalit. Gjithmonë vetëm djemë? Vetëm djemë. Pra vetëm djemë, vetëm nipër, nuk kemi asnjë mbesë e cila të trashëgoj bukurinë tënde dhe talentin tënd për muzikë. Çfarë bëjmë tani ne, se fëmijët janë që djalë, vajzë, boll të jenë mirë me shëndet. Po ndërkohë vajza jote është këngëtare? Vajza ime po ka studiuar edhe për violin, shumë violiniste mirë ka qenë. Edhe me të soprano, vazhdon të ajo të këndoj akoma, është goxha mirë me vokal. Shumë bukur, më bëhet që ajo këndon në Greqi, ndërkohë që ti të gjithë aktivitetin tënd pothuajse e ke përqendruar në Shqipëri, kuptohet ftesat në përbot nuk kanë munguar kurrë. Po këtu është, domethënë, dëshira ime më e madhe. Dhe po vazhdon edhe po shkëlqen. Pasi së fundi ne shohim daljen tënde për një tjetër skenë prestigjioze siç është ajo e këngës magjike, një tjetër sfidë për Lilin që në asnjë mënyrë nuk e lë këngën, apo jo? Jo, as bëhet fjalë, unë mbaj 5 orë program. Më pëlqejnë shumë këto aktivitetet skenike. Ndjem tamam jemi mësuar në skenë gjithë jetën. Edhe pranova ftesën e arditit me shumë kënaqësi. Edhe materiali ishte goxha ballat shumë e mirë, shumë e bukur. Të këndosh në skenë është një mrekulli, skena është e shenjtë. Nuk e mendoj dot, domethënë që do këndoj tani ke kënga magjike dhe s'do këndoj më në skenë. Këtë se mendoj ndonjëherë. Unë them që përkundrazi kjo është si një nga ato pikat e kthesës, ku edhe një herë tjetër Lili tregon që këndon shumë bukur, është shumë profesioniste dhe pse jo mund të marrësh edhe ftesa, oferta, këngë të tjera dhe edhe në konkurrime të tjera, pasi ti i ke sfiduar të gjithë me talentin edhe me moshën. Deri tani nuk jam mirë. Edhe me vokalin edhe me paraqitjen, okay. Po të marrim shembull edhe nga miqtë tanë italian, nga ata muzikën e të cilëve e ndjekim gjithmonë me shumë vëmendje, kemi Ornella Vanonin, e cila vazhdon edhe këndon edhe është edhe shumë më në moshë më të madhe se sa ti. Shumë e madhe. Apo Iva Zanikin, të cilat më duket se janë edhe më të rritura. Po, janë në moshë më të madhe se mua. Edhe vazhdojnë edhe këndojnë edhe vazhdojnë edhe konkurrojnë në Sanremo. Dhe mua po të më Zoti jetë më tepër se besoj që do ta lë këngën. Do mbaroj me këngën. Po nuk duam as ne të cilët të ndjekim edhe të adhurojmë që përkundrazi ta lësh këngën ndonjëherë. Madje unë në momentin e parë kur po dëgjoja këtë këngën e fundit dhe po e dëgjoja, nuk po të shihja, u duk sikur ishte i njëjti zë i Lilit si viteve 70, 80, 90. Të ka ndryshuar zëri me kohën? Pak sa më i mirë është ndryshimi, po. Bëhet qefi për këtë ndryshimi. Po, pse sepse është bërë më i pjekur apo çfarë? Po, normal, sigurisht. Cila është ajo pika e kthesës që mban mend Lili, ajo që të futi ty në karrierën e këngëtares profesioniste? Po të kthehemi tani shumë vite mbrapa. Sa vjeç ishe pra kur unë ngjite në skenë? Ajo pika, unë kuptoj që do kesh kënduar që fëmijë, por momenti i cili bëri ndryshimin. Unë kam kënduar që në moshën 3 vjeçare, në Kopësh, pastaj në shkollë, më kujtohet kur kam qenë në 8 vjeçare, gjithmonë krijoheshin koncerte që të këndonja unë. Kishim edhe një grup mandolinash, ishe një pedagog shumë i mirë ai, edhe organizonte edhe ai kështu koncerte. Liliana e para, edhe unë, mbyllesha në shtëpi, mbyllja dyert, këndonja aty, mësoja këngët më një herë. Një ëndër e madhe dëgjoja Vaçën, pastaj këto festivalet i ndiqja shumë. S'kishim as televizor në shtëpi. Kishte një person i cili kishte shtëpinë shumë më larg se sa shtëpia jon, po